bashkë me një pjesë të mirë të kolegëve, që duhet që patjetër ne të unifikojmë të gjithë si Parti Demokratike, si individ politik, madje edhe me koalicion më të madh të opozitar, duhet që të bëjmë maksimumin për këtë unifikim. Dhe unë besoj e kam dhënë kontributin tim personal, shumë madje. Dhe në kohën që kërkohen disa kritere, indikatorë që kërkon partia, që vendos rregullat, dhe të në shtrohesh këtyre indikatorëve, dhe i del në kryet të tyre, në rezultatet maksimale, nga i pare deri tek i fundit, dhe vjen puna pastaj ato të cilët këto indikatorë nuk i plotësojnë, ose janë në fund të tyre, dhe ato janë katapultohen të lartë. Kjo pra është ajo të cilët nuk shkon. Dhe që unë e them. E kuptoj. Dhe tani mund të bëj pyetje nëse nuk. Mund ta bëj pyetjen, po. Jam ta mbaroj dashur. Ja, për pak do lidhemi edhe me cilin e PS-s. Jam një individ politik i cili ka demonstruar që në çdo garë elektorale kam sjell më shumë vota se kushdo. Madje Eren Elbasan më shumë se sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, 3 fishën e votave të tij, në një kohë që bëjnë karrierë brenda strukturave të Partisë Demokratike dhe unë nuk e kam hapur gojen për qenë antar kryesie, për qenë drejtues komisionit. Merr edhe pyetjen. Shumë shkurtër fare, në 2021 mori rreth 8000 vota, tani doli i pari në primare. Duke parë dhe votat që morin bëri përshtypje shumë fakti që morin zonat periferike të qarkut të Elbasanit, Peqinin, Belshin, Sërrikun, po në të 4 bashki deri dhe në Librazh. Pse Dash Sula, duke parë që nuk u fut pjesë e listës mbyllur, unë kam dhe listë mbyllur dhe realisht më bëri përshtypje fakti që janë 90% nga qyteti Elbasanit, pra vetëm brenda asaj vjes verdh. Pse Dash Sula nuk e sfidoi veten në listën e hapur, sikur e bëri Luciano Bocci për shembull që u rënditi shtatin 2021-shin, theu hersin me 10.000 vota dhe nxorri një kandidat tjetër që ishte sipërti. Pse Dashi këtë herë nuk e bëri këtë, domethënë në kushtet në të cilat po flasim, duke pas parasysh rezultatin e 2021-shit dhe rezultatin e primareve, pa folur për karrierën e mëhershme. Do ta them edhe po ta përsëris. Keq më vjen, fatkeqësisht unë po e them, dhe si që kam thonë Lulzim Bashit në vitin 2017, që do përfundosh me 3 mandate. Fatkeqësisht, me listën e cila është, me situatën që shkryuar në Elbasan, Partia Demokratike maksimumin nuk i kalon 5 mandate. Që do të thotë? Unë i kam shanset 0, që unë të marrë 20, 30.000 vota, apo 50.000 vota, apo 10.000 vota, dhe të futëm në parlament. Po do hyni me një listë tjetër? Po të lutem pra. Po shpjegoj herë këton, arsyen këtu një herë. Pra, kjo është e para. Pra që ti lodhësh sa të duash, luftosh sa të duash, një vota sa të duash. Dhe unë pra na jam i vetmi deputet i opozitës që kanë votuar kundër këtij kodi zgjedhor. Dhe për një vërtetë dhe zoti Alibeja. Por brenda grupit zotit Berisha jam i vetmi person dhe kam deklaruar. Në çastin që u bë ky kod zgjedhor kam thonë, Edi Rama ta gëzosh mandatin, mos dil më. Sepse maksimizimi i votës opozitës bëj me një kod zgjedhor të hapur të 14 kandidatë të qarkut të Elbasanit, nuk kishte rëndësi. Tani ne jemi duke folë për këtë kod zgjedhor që ka ato padrejtësitë e veta, rasti konkret. Nëse Dash Sula do kishte marrë 10.000 vota, do ishte gjetur një marrëveshje që i 4 listë, po themi, Bylyk Bashi apo Himçi, nëse të dorëhiqej ose të arrijë një marrëveshje për maksimizimin e votës së kapitalit. Se unë di sa vota ka marrë Gazbardi 2021 në Elbasan. Është e pafalshme. Po është e turpshme për 34 vjet. Partia Demokratike s'ka bë kur vaki që të përfaqëson në listë vetëm qytetin e Elbasanit. Përjashtu Librazhin, përjashtu Presin, përjashtu Cerrikun, Belshin, Peqinin. 0 kandidat përfaqësuar. E para. E dyta, është hera parë për 34 vite që Partia Demokratike nuk vë një përfaqësues nga komuniteti krishterë. Dhe kjo është akoma më e rëndë që ortodoksët dhe katolikët të Elbasanit janë familjet më të emancipuara, më të mira, po themi, jo se janë familjet të tjera, por të cilët ky komunitet është injoruar, që gjithmonë e ka pasur një përfaqësues. A çfarë do të them më? Pra është bërë një listë besnikësh, jo për 11 majin, po për 12 majin. Dhe unë nuk mund ta pranoj dot karakterin tim këtë gjë, se unë kam thënë, një forcë politike që hyn në zgjedhje për të bijetuar dhe jo për të fituar, jo sot pa kam thënë gjithmonë, atëherë kjo është gabim i madh. Dhe unë duke pat parasysh listën e Elbasanit, po ju them sot, inshallah dalun gabim, por nuk i kalojmë dot 5 mandatet, për mos më thonë, ju mendoni që në një listë tjetër, të një force partie politike tjetër, keni më shumë shanse për të marrë mandat deputeti? Po më thoni? Ka 2 elementë. Një element i parë është që unë, pavarësisht që aprovuar veten edhe brenda Partisë Demokratike me vota personale, por edhe të dalë, përsëri, duhet i tregoj zotrive që shtëpisë time që nuk më duan, që më përbuzin, që më injorojnë,
që më largojnë, që triumfojnë të gjitha garat dhe nuk më vlerëson dhe më ignoron, më them totalisht më ignoron, unë do filloj një jetë të re politike, sa do modeste që tjetë ajo. Se kam 34 vjetë. Po pra, po si. Ku? Si, akoma jam në 2 orët e fundit të cilët kam, po ju them, 5 partitë të cilët më kërkojnë për të kandiduar djata. Atere, Shehaj, Lapaj, tjetër, Ali Bej, Dashehi, Ali Bej, Basha, po themi, janë afruar. nësë është partia Euroatlantike duke qenë se ka dhe kryetarin nga Elbasani, apo? Po them 5 parti. Edhe Unë po them 5 parti. Tani unë nuk kam vendosur akoma. tani edhe Basha ka kërkuar, se nga Basha ike. Tani nuk të kthesh prap. Po vjen keq pra, nuk thash për shkak e Jo, Basha. pyetje kam. Ne lajmë po kërkojmë. Pastaj politikë është, s'ka ndonjë gjë. Politikë Po them, pra